tim, ai quhet Arenc, ndiqeni Arencën dhe mirë ta kofshin të hënën. Çfarë do na gatuash? Ju falenderoj për ardhin tuaj, edhe është kënaqësi për mua sot që të gatuaj diçka pranvisa shqiptare. Unë kam përgatitur një pjatë, një tradicionale italiane, që quhet timbalo. Për bërësit, për pjatën, i prerë, poll, patate, i prerë kubike, të vogla, fileto pule, djathë mental, i but, prosciutto crudo, pas krip, piper, majdanozi, për salcën ka qumësht, pure patate edhe spinaq. Atëherë tash fillojmë me demonstrimin e pjatës. Marrim një kup të vogël edhe shtrojmë patligjanat një nga një. Kupa është e lyer me gjalp edhe me galetë. Galetë është bukë e grirë. E thatë dhe e grirë. Shef Arenci, patligjanët i ke pjekur pak më parë në zgar, që t'ia shpjegojmë teleshikuesve tanë. Pjekur pak në zgar sa të zbullen pak, që të kenë formë palosi. Dhe ndërkohë i japim dhe prosciutton crudo. Shtrohet një fet patligjan, një fet prosciutto crudo. E kështu të gjitha me radhë. Gjitha me radhë. Vërtet një pjatë tepër e këndshme. Të shohim se si do përfundoj. Lejmë pak buzë ana që kë palose pastaj. Mbushja si krijohet? Mbushja bëhet me fileton e pulës. Çfarë procesi do ndjekim? Do skuqet fileto pulës me patatet, prerë kubik. Po. Mbasi ketë bërë skuqja e patates edhe e filetos pulës, në tigan, i dhe pak djathë mental. Në fund fare, se për arsye që djathin mos shkri në tigan, po të shkri në furrë duke pjekur. Më duket vërtet një pjatë. Nuk e kisha parë ndonjëherë me patligjan duke kombinuar me prosciutto crudo, me fileto pule të mbushur, duke hedhur në një tas. Diçka lezetshme. Të bëj një pyetje dhe për gjithë teleshikuesit tam, sa vjet keni që punoni në kuzhinier? Unë kam pak a shumë 7-8 vjet, 8 vjet kuzhinë. E pra ku bën gati tasin, mbaruam procesin e parë të timbalos, shtruam prosciutton crudo dhe patligjan i pjekur në zgar, pak i zbutur, prosciutto crudo, prosciutto crudo është një prosciutto e tharë, e tymosur e tharë. Atëherë do na shpjegosh tash me mbushje, procesin e dytë të punës. Në fillim shtojmë vajin e ullirit. Presi fileton e pulës në kubik të vegjël. Do të jetë një pjatë e lehtë me fileto pule. Po, është pak a shumë e lehtë. Shtojmë dhe patatet e prerë kubik. Sa kohë na duhet shef Arenci për të gatuar këtë pjatë? Do pjekje në furrë ka 15 minuta. Pjekje në furrë. Procesi pjekjes. Procesi gatimit në tigan varion nga 5 deri në 8 minuta. Shtojmë edhe kripën e piperin. E marinojmë me krip piper? Po. Pas me çfarë do ta shuajmë? Nuk shuhet kjo.
Thjesht do t'i ka. Thjesht kabardisë. Pari të bëhet pula dhe patate? Po. Prandaj bëhen flak të ulët. Patate është e prerë kubike të vogla, në formë të vogla kubike. Duke qenë të vogla, nuk ka nevojë të shuan. Tash do jetë edhe djathtin, kjo pothuajse është e mbaruar. Do jetë djathtin elemental, Të prerë kubike. të prerë në kubike dhe djathtin elemental. Djathi elemental ç'a origjine ka? Djathti elemental është djath zviçerian. Është djath i butë, jo është me pak krip. Të bëj lidhjen. Në edhim që të bëj lidhjen dhe ai të shkryet. Ja, pas si shpo e shohim, ai filloi të shkryet. Dhe ndërkohë, Bëjmë mbushin. në një tas krem karameli kemi hedhur patlıcan të pjekur pak në zgarë të prerë fije, prosciutto crudo, prosciutto të trimosur, dhe kemi bërë një karotisje të pulës me patata ku i kemi shtuar djathin elemental. Tashmë, çfarë procedure do ndjekim? Tash palosen këto buzët që lash jashtë, palosen këto. Për vetëm arsye se që duhet piqet në furrë këto. Kjo siç është futet në furrë. Temperaturë nga 200-220 gradë për 15 minuta. Atëherë, pasi futëm timbalon në furrë, piqet, ndërkohë ne bëjmë salcën. Për salcën duhet qumësht, përgatitës pureje, spinaq, pak gjalp për të kavadisur spinaqin. Atëherë, shtojmë pak gjalp në tigan. Dhe presin spinaqin, Imët. imët. Ta kalon spinaqin sote. Po. Për gjithë ju teleshikues, shef Arenci është duke e kaluar spinaqin sote, për t'i ruajtur çfarë do lloj vlere ushqimore spinaqit, dhe më pas do na tregoj se çfarë rrugë do ndjekë tashmë. Pasi kemi kaluar spinaqin sote, çfarë do bëjmë? Po, ndërkohë që spinaqi është pothuajse i bërë, ne marrim një tigan tjetër, përgatisim pak pure për patate, për salcë. Shtojmë qumshin, Shtojmë qumësht. Shtojmë pak krip piper. Shtojmë pak gjalp, që të bë pureja sa më e mirë. ja pra në një tigan ka hedhur qumshin, krip, piper, gjalp. Dhe tashmë shef Arenci do na përgatisi puren. Po. Sa të marrë pak val qumëshi. Edhe pak pure që mos bëhet pure tamam, po të jetë salcë pureje. Shtojmë pure ndërkohë. Duke hedhur gradualisht. Po. Të bëjmë një salcë kremoze me pure. Po. Se salcë do shtojmë edhe spinaqin, që të marrë një ngjyrë jeshile. Një ngjyrë jeshile ka dhe shije, edhe shije. Ja pra, shikoni ju teleshikues se nuk na ndikun në këtë momente. Kemi bërë puren e patatës, salcë kremoze, kemi hedhur Ndërkohë, spinaqin. këtë salcë siç e kemi këtu e frulojmë pak në frulator, për të nësoj që të krijohet salcë tamam.
Ndërkohë që timbalo po piqet, ne përgatisim dhe salcën. Bëm që pari salcën, po tash do frulojmë spinaqin që të marrë edhe ngjyrë shile komplet salca. Ja pra një salcë plot me vlera ushqimore, ku shef Farenci e ka lënë spinaqin sot e ka urdisi. Dhe më pas e ka edhe te pureja, ka bërë pak pure patatesh me qumësh, ka edhe kriti pertëzi, ka bashkuar të dyra bashkë dhe po i kalon në mikser. Tashmë gjithçka është gati, shef Farenci. Po. Atëherë mbaruam edhe procesin komplet të timbalos, mbaruam dhe salcën, e tash do nxjerrim timbalo nga furra që është pjekur. Tashi marrim një karpicet se ndoshta është e nxehtë. Ndërkohë marrim salcën, shtrojmë poshtë ke pjata një shtrat. Një shtres. Shtret. Me salcën e përgatitur për para. E përgatitur me pure patatesh dhe me spinaq të grirë. Ndërkohë, bëm pak me thikë që anësore, se mundet të kenë ngjitur pak. Ja pra, si që shikoni, sa po e mbaroj timbalon. Atëherë, e hapim pak salcën që të dali edhe për syrin e njerëzve. E hapim në mënyrë që të ketë pak sy. Hedhëm pak piper të zirë anash, pjatës.